në sheshin përpara godinës së kryeministrisë. Mirë, Klodi. Ditën e djeshme, në fakt protesta nisi pak a shumë me të njëjtat shifra dhe më pas pati edhe bashkim të qytetarëve të tjerë dhe protesta zgjati deri në afër mesnatës. Mirë, Klodi, shumë faleminderit për lidhjen e drejt për drejt, për intervistat që more, të uroj punë të mbarë në orët dhe minutat në vijim, sepse do duhet të ndikësh hapas hapi protestën, e cila nis tani me marshimin dhe konkludon diku në orët e para të mesnatës, atëherë kur këta qytetarë do të vendosin ta përmbyllin atë. Faleminderit, ishim drejt për së drejti me kolegen Klodiana Lala, e cila do të vjojë të marshojë së bashku me qytetarët për të ndjekur hapas hapi së bashku me operatorët tanë të cilët ndodhen në terren tani më prej ditësh. Kjo është protesta e 12 duke transmetuar live në News 24 pamje të drejt për drejta. Atë se çfarë realisht ndodh dhe po ashtu pa koment për të dëgjuar qytetarët në të gjitha problemet, shqetësimet dhe mënyrën se si ata protestojnë. Unë kam thënë hera herës në transmetimet tona të drejt për drejta që këto protesta të mbajtura nga qytetarët shqiptarë janë protestat më civile dhe absolutisht më qytetare të mbajtura ndonjëherë. Për mënyrën se si ata e trajtojnë këtë protestë, për mënyrën se si ata marshojnë, kërkojnë të drejtat e tyre, për mënyrën si sillen në bulevard dhe absolutisht është e udhës për të thënë që nuk ka patur që në nisjet të protestës parë dhe deri sot që jemi në ditën e 12 të protestave të tyre, nuk ka patur asnjë incident të mundshëm dhe asnjë lloj provokimi. Kështu që sot do të vjojmë të qëndrojmë po ashtu me pamje të drejtë për drejta që do të mund t'i përcjellim nga bulevardi, tani më nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit, ka nisur marshimi dhe e kemi parë edhe në ditët e kaluara, sigurisht ka patur qytetarë të shumë të cilët kanë zgjedhur të mos se nisin marshimin e tyre nga sheshi Skënderbej, por t'i presin një pjesë të mirë të protestuesve në pjesë të ndryshme të bulevardit për të vijuar mëtej dhe për të konkluduar përpara kryeministrisë atje ku nisin fjalimet, brohërimat dhe kërkesat e qytetarëve të ndryshëm të cilët sot në protestën e 12 kanë vendosur të flasin. Ja te kemi me këto pamje. Flamun shqiptar, pankarta të shumta, Shqipëri e re, Rama në burg, Berisha në burg, slogani i kësaj proteste. Të paktën kështu e kanë quajtur vetë protestuesit. Ky është slogani i protestës. Duket që dhe sot ka një pjesëmarrje të gjerë, po do të shohim se çfarë do të ndodh më vonë, sepse çdo protest ka treguar që me kalimin e minutave dhe të orëve sigurisht ka patur një shtim të qytetarëve të cilët një arsye ose për një tjetër kanë zgjedhur të mos jenë në fiks në orën 6 në sheshin Skënderbej, po t'i bashkohen ndoshta në orët dhe minutat në vijim protestës. Më pas ai konkludon me marshimin në akse kryesore rrugore të kryeqytetit. Kujtojmë edhe një herë që zoti Rama ditën e djeshme ka bërë një thirrje për këta protestues që të mund të konkludojnë deri në datën 12 pa të marrin masa. Nuk e dim se çfarë nuk kupton një thirrje e tillë e kryeministit Rama në adresë të këtyre qytetarëve të cilët kanë vendosur të protestojnë për hallet e tyre dhe realisht nuk e dim se çfarë do të ndodh nesër ku do të mbahet po ashtu paralelisht me këtë protestë edhe 35 vjetori ditëlindja pra e Partisë Socialiste dhe urojmë që të mos ketë provokime si nga njëra pala apo nga pala tjetër për të krijuar situata. Ndërkohë, shohim në anën tjetër të ekranit, në anën e majt, në Gjenev ka një protest. Rikujtojmë që kjo është një protest tjetër e radhës, sepse shumë protesta në fakt janë mbajtur edhe në qytete të tjera të botës, aty ku ka shqiptar. Kujtojmë këtu në New York, kujtojmë këtu në Milano, kujtojmë në vendet të tjera, sigurisht në Kanada, në Toronto, ka patur protesta e sotmja është kjo e Gjenevës, ku shqiptarët që jetojnë atje kanë nisur një protest që përkon paralelisht me protestën që po mbahet në bulevard ditën e sotme. Bëhet fjalë për shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës, janë ata të cilët vota jote injorohet, rezistenca nuk mundet, është një pankartë e një qytetari shqiptar në Gjenev që ka zgjedhur të protestojë kundra kësaj qeverie. Pra qëndrojmë të pamje të drejtë për drejta, si nga Gjeneva,
ashtu edhe nga Tirana. Shohim një karrige, simbol në fakt i kësaj maxorance që ka qenë në një farë forme e konsoliduar për 13 vite në pushtet, simbolizon sigurisht diçka kjo karrige. Me këtë simbol kanë zgjedhur shqiptarët e Shqipërisë dhe Kosovës në Gjenev ta udhëheqin protestën atje, po ashtu jemi në anën e djathtë të ekranit të pamjet të drejta nga kryeqyteti, ku sigurisht qytetarët e kanë bërë marshimin dhe zhvendosin e tyre nga sheshi Skënderbej, kanë mbritur në një pjesë të bulevardit, teksa aty marrin udhëzimet e fundit për të vijuar më tej marshimin. Sigurisht këtyre qytetarëve janë bashkuar dhe pjesa tjetër e tyre për të vijuar më tej. Qëndrojmë tani me pamjet e drejta.